Në ambientet e Shkollës Teknike Profesionale në Korçë u zhvillua një ceremoni e rëndësishme e komunitetit dhe zhvillimit lokal, ku u prezantuan projektet fituese të mbështetura nga Bashkimi Evropian dhe Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim në Shqipëri. Bashkia Korçë është një ndër 19 bashkitë që përfituan nga skema e granteve në vlerën totale prej 1.2 milion euro, me fokus nxitjen e punësimit gjithëpërfshirës dhe zhvillimin e aftësive për grupet e ndjeshme të shoqërisë. Përfitues të drejt për drejt të këtyre projekteve do të jenë të rinj që nuk kanë punësim, arsim apo trajnim, nënat e reja, komunitetet rome dhe egjiptiane, personat me aftësi të kufizuar, përfituesit e ndihmës ekonomike. Kryetari i Bashkisë Korçë, zoti Sotiraq Filo, në fjalën e tij falenderoi ambasadorin e Bashkimit Evropian në Shqipëri, zotin Silvio Gonzato dhe përfaqësues të UNDP, zonja Randi Davis, për partneritetin e vazhdueshëm. Ky bashkëpunim ndërkombëtar nëpërmjet Bashkimit Evropian dhe UNDP-s vlerësohet si një shembull i mirë si mbështetja e synuar dhe organizuar mund të ndikojë drejt për drejt në përmirësimin e jetës së përditshme dhe në ndërtimin e një komuniteti më të barabartë dhe të integruar.